që Serbia të largohet prej statusit të deklaruar neutral, por praktikisht pro-lindor, dhe të antarësohet në NATO, sepse kjo do të ndihmonte sigurinë globale, do të reformonte edhe ushtrinë ose forcat armatosura të Serbisë, sikur se ka ndiku më herët në shtete tjera, por fatkeqësisht duket kohë e largët apo e domosdoshme për të ndodhur vetëm pas një lloj revolucioni që unë pres që të ndodhë në Serbi në vitet në vazhdim, i cili tashmë i ka shkëndijat e para me protestat e vazhdueshme dhe me dhunën qeveritare, dhe unë pres që edhe atje të ndodhë ndryshim i regjimit, ndoshta përmes një forme më të lehtë revolucionare, por domosdoshme edhe të pa tjetër ose të pa shmangshme në Serbi.